këta yjet, kam shkuar në hapësirë tani edhe shikoni vetëm yje, po e dini pse ndodh kjo? Sepse kam në studio Jorgo Pullën, astrolog unë, i cili do të na flasë për yjet në këtë pjesë të dytë. Sa bukur ngjaka edhe ekrani kështu me këto yjet, me këtë sfondin kaq të lezetshëm, kaq interesant. Mirëmëngjes, përshëndetje. Ka është e veçantë, është ndryshe. Tani zoti Pulla, përshëndetje një herë. Përshëndetje dhe kënaqësi. Kënaqësia është e imja. Para se tu marr kohën qytetarëve, domethënë para se të ndërhyjë kohë atyre, tu japim pastaj atyre më pas kohën, dua të pyes për veten. Por ç'a bëhet zoti Pulla tani? Jemi në 29 qershor sot. Si do shkoj kjo javë për mua? Kam pasur një javë cop-cop. Java tjetër si do shkoj? Shiko, kjo javë ka qenë vërtet sepse ndikimi planetar jep disa mundësi, por janë të pakta mundësit që jepen, e duhet të jesh shumë i vëmendshëm që ti arrish në finishin që dëshiron. Pra vetëm ata që janë preciz, domethënë të vëmendshëm ndaj çdo gjëje. Po, sepse po të shikojmë, gjithmonë themi hajmë se lëm për nesër. Ka kohë. Mirë po, kur vjen ora, është ajo orë, është ajo jotja. Prandaj duhet të shpërshpejtohet. Kur të vjen mundësia, mund ta shfrytëzosh për të mirë. Kurse e lë pas dore. Kjo javë ka qenë e vështirë me të vërtetë. Dhe java që vjen është një javë që kërkon vëmendje në çështje të rëndësishme. Sepse kemi shumë gjëra që duhet i vëmë në vijë, siç është puna, siç është karriera, siç janë lidhjet, por ka i kënaqësim vete për sa përket çështjeve shpirtërore, për sa përket çështjeve të punës, ka rilidhje, rifillime, ndryshime, po. Kemi shumë gjëra. Rilidhje edhe për ata që janë të martuar apo jo? Jo, për ata është e palejueshme. Okej, në rregull. Mirë, faleminderit zoti Pulla për shpjegimet. Tani presim telefonatat e publikut, edhe pyetjet që ata kanë. I themi mirëmëngjes telefonat. Përshëndetje. Përshëndetje zonjë. Të lutem ulni zërin televizorit. Përshëndetje, po. Me doktor Jorgon me parashikuesin desha. Po, me zotin Pulla do flasësh se nuk merr njëri për të folur me mua. Po. Një korrik 82-shi. Një korrik 82-shi. Paradite, ora 11. Paradite, ora 11. Po. Okej. Dua të di mbarvajtjen. Po, mbarvajtjen. Po, të shohim. Atëre. Një shtati. Çfarë ndodh? Mbarvajtje në punë, apo? Në punë apo ku zonjë? Iku zonja, po. Shikojmë. Atëre, kemi një shtati 82, ora 11. Çfarë ndodh në këtë drejtim? Përsa përket lidhje me punën, se lidhet shumë me punën dhe karrierën, sepse shumë dhe të ashtu marrin, dhe do të thotë që disa mundësi të arta që janë pikërisht në këtë periudhë, ndikimet që kanë të bëjnë, duket se jo vetëm se ka të bëjnë shumë me mundësitë që jepen në fushën e punës, sepse njerëzit lindur ditë e njëjte, pikërisht kjo datëlindje ka lindur ditën e njëjte, dhe dita e njëjte është dita e Jupiterit, që jep mundësira në çështjet të papritura. Nëse kemi të bëjmë me kontratë për shembull për këtë datëlindje, edhe ose ka ndryshim pune. Ndryshim pune dhe në fushën e biznesit që ka, ose të ardhurat të dyta është e mundur, se ka pasur një problem ekonomik. Dhe gjithmonë, që i përket shenjës së gafores, gaforja gjithmonë është në kërkim. Dhe disa gjëra i keq kuptojnë të tretët gaforet. Por gaforet janë shenja më me këmbëtok, edhe pse janë shenja uji, por janë me këmbëtok dhe dinë çfarë duan. Janë të familjes, janë të roli drejtues, kur të tjerët nuk i arrin dot. Dhe prandaj kanë probleme dhe do kenë probleme këtë periudhë. Po them deri nga data 10, 11 korrik, e tutje gjërat do jenë shumë herë më mirë. Edhe pse do ketë ndryshim. Po, e do më kujtojnë, do shikoj. Ka diçka shumë të mirë. Faleminderit për përgjigjen, presim një tjetër telefonat në studio. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjesi. Përshëndetje zot. Mara dhe para 2 javësh, do të them për datëlindjen 6 mars 2000. Po. Ora 8, 6 mars 2000. Po. Ora 8:10 e mëngjesit. 8:10 e mëngjesit, po? Aktualisht do më thonë është me leje qëndërimi në Gjermani, por nuk po ecën fare. Është më mirë të kthehet në Shqipëri apo të vazhdoj po atje? Tani, këtë më mirë e di vetë personi, po gjithsesi, zoti Pulla do t'japi disa përgjigje mbi
Vendosjen e yjeve në shenjën e tij. 6 mars 2000 ora 8 e mëngjesit. 80 minuta. 80 minuta. Okej. Po. Pyetja ishte apo? Pra është në Gjermani, është me leje qëndrimi, por nuk po jetë, thon thot. Okej. Është më mirë kthimi në Shqipëri apo të vazhdoj? Më mirë të vi thot apo të ri atje. Tani këtë i thash jo, më mirë se që di personi vet. Tani, në lidhje me këtë çështje në fakt duhet pak kujdes në këtë drejtim, për sa i përket në lejen e qëndrimit nuk po del apo ka dhe vështirësi, ka dhe koha është ajo që tregon për disa gjëra, por kjo varet për shembull nëse ka më shumë se një vit që është atje, ose pak a shumë do thosha unë në ndikimet që ka të bëjnë tani në këtë periudhë, edhe pse peshqit janë shumë intuitiv dhe kërkojnë shumë gjëra në vetveten e tyre, edhe pse do të ndryshuar një qytet tjetër, ndryshimi nga qytet tjetër është e mundur të ndodhi kjo, por ajo që do duket dhe është periudha më e mirë është në fund të korrikut, korrik shtator. Ky është harku kohor që mund të ndikohet në favorin e kësaj datëlindje dhe është e mundur, sepse të lindur ditë hënë kanë një ndikim ndryshe nga që mendojnë, sepse presin për të parë se çfarë do të bëjnë dhe mërziten. E kanë këtë dhe thonë, e lë në mes punën dhe kërcet e Edhe këta që nisin të hënën? Edhe këta që kanë lindur të hënën, domethënë? Këta janë në vrik nga vetë struktura e tyre, por gjithsesi duket se tani është koha që nga do njerë duhet presim, jo të nxitohemi. Pra, duhet po bëri mbar deri në shtator? Deri aty është harku kohor që mund të ndikohen në dokumentacione dhe në çështje, sepse do shikojmë shumë gjëra që të ndryshojnë në Ballkan, edhe në Europë, në çështjet ligjore, në çështjet ligjet, po do përfitojnë shqiptarët. Dhe është një mundësi tani që kjo periudhë është mjaft pozitive dhe mund ta favorizojë këto dy muaj që po themi, korrik dhe shtator. Domethënë kjo kohë, domethënë 6 korrik, 6 shtator. Është një kohë shumë e përshtatshme për të ndikuar në këtë drejtim, edhe mund të presim edhe një lajm shumë të mirë tani këto ditë. Javën që vjen, është diçka shumë e mirë, mbase është një dokument ose nga një person mund të ketë një ndihmës. Okej, shumë mirë. Mirë, faleminderit për përgjigjen, presim një tjetër telefonat në studio. Mirëmëngjes, përshëndetje. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes i zonjë. Bëhet nami me telefonata, nami. Po. Dhe sot ta pyesja astrologun për 2 ditëlindje. Për 2 ditëlindje një të themi tani. Po 2 kalamaj kam, do pjesë të kalamaj dhe bëj të tolerancë. Thuaj të parin tani. E dëgjon? 26/9/2004. Si ishte ditëlindja e parë? 26/9/2004, ditë e diel, ora 12 në drekë. 26/9/2004, ditë e diel, 9 në darkë. 12 në drekë. 12 në drekë, pas ka nisur me Terezi, në rregull. 26/9/2004. Po. E interesuar për? Në përgjithësi dhe si do jetë them... Në përgjithësi dhe? Si do jetë puna gjatë shtatorit? Si do jetë punët gjatë shtatorit? Okej. Atëre, 26/9 në lidhje 2004. Atëre kemi dhe themi 12, 13, 25, 12. Orari ndikon orari, për shumë këta që kanë lindur në drekë, që kanë marrë me Terezi, apo jo, dhe këta që kanë lindur në mëngjes? Ka shumë, ka të bëjnë shumë. Ka shumë, ja unë që kam lindur në mëngjes, për shumë në orën 6, gjithë jetën në orën 6 më ka rastisur që të qojmë pastaj. Do s'do, në fakt, se po i markohen zonjë. Nëse të flasim, jo, zonjë dhe thëmë se s'bë nuk ka diskutim, por me kjo se ka linë në orën 12, ndikimi që ka të bëjnë dhe mundësi që jepen, nëse flasim, ka shumë gjëra që ndikohen në këtë aspekt. Dhe lindur, vërtet, të lindur ditë djelit, ditën e djelit. Është pikërisht, është kjo hartë, nëse ka kamera të shikojnë pak i diçka, do t'i të regoj diçka, nëse mund të shikojnë. Pra, është kamera aty, pa. është kjo harta këtu, shikojnë që fa ndodhë tani. Nuk është dilema, kjo këtu, që ka të bëjnë, shikojnë. Këtu lidhet me punën, lidhet me gjërat të mëdha që do të ndodhin në jetë. Është diçka shumë e madhe që ndodh, sepse këta e ka në gen. Kjo datëlindje. Kjo datëlindje ka mundësira dhe shumë gjëra pozitive që ndikohen tani. Ka pasur një problem para disa kohëve dhe është e zgjidhur në lidhje me disa çështje, në lidhje me punë të re, ose nuk e ka arritur, por gjithmonë me jashtë ka të bëjnë kjo datëlindje.
Okej. Edhe shumë, madje ka një mundësi shumë të artë në lidhje me jetën, sepse ka rrëskun, themi ne, rrëskun është këtu, që ndikohet shumë, ka të bëjnë me persona me për shenjës së demit, për shembull. Lidhet shumë, pra ka një gjë shumë të madhe që do të ndikojë në jetë, në vazhdimësi, edhe pse është pak i nis disa gjëra dy punë në një kohë, ose diçka në një kohë. I del në krye. Po, nuk e diskutoj dhe janë shumë... Kjo të atin, di çfarë thot? Eci avar sepse nxitoj. Dhe se do t'i bëj gjërat mirë, nuk do të më lej punë, filloj punë tjetër. Dhe pikërisht, edhe pse merr shumë nga babai, në gen, në ndikim, shumë të madh, forcën ka, edhe mundësitë që i jepen, por asnjë shans, domethënë për shanset që ka, nuk i humbet. I nis dhe gjatë rrugës edhe mundësi të arta që do ketë, për shembull në shtatore tutje, ka pasi problem para një muaji, kjo është e zgjidhshme për veten e vet, nuk ka vend për të shqetësuar fare. Por leteci përpara dhe ka një shans, një ndikim shumë të madh në lidhje me një dokumentacion që do ta marrë ky fëmijë, ky person, do jetë shumë i lumtur në vazhdimsi. Shumë mirë, ja. Kam fatsa. Po. Mirë, faleminderit për përgjigjen. Tani presim një tjetër telefonat, zonjë, me një që dilëm hapësirët e të tjerëve. Tani unë e di dëshirën tënde. Faleminderit. Presim dikë tjetër në studio. Mirëmëngjes, përshëndetje. Jepi zonjë se janë të tjerë në pritje, presin. Po. Vazhdo. Alo. Të lutem, po. Po, mirëmëngjesit, lutem. Mirëmëngjesi. Po, doja të dija për vllajin. Po? Për vllajin? Është i datëlindjes 14 prill. 14 prill? 1971. 1971, po. Ka lindur ditën e mërkur, ora 11, lutem. Mërkur 11. Çfarë intereson për vllajin? Për çfarë do të dish për vllajin? Po, për jetën familjare në përgjithësi. Për jetën familjare, a shkon me gruan? Po, për fëmijët. Po. Mirë, në rregull, po, faleminderit. Falem, do të gjej me vëmendje. Atëherë, 14/71. E mërkur, tha që i binde. S'ka problem se jem dhe këtu, dhe sikur mos të e thonte. Tani, edhe gjërat familjare gjenden aty, do më marrëdhënia me... Shiko, jep kohën e stabilizimit dhe qetësisë. Okej. Në këtë drejtim. Ora 11, që do të thotë, nëse flasim përse përket familjes. Shiko, shenjës së dashit, me qenë se dashi gjithmonë ndikohet në shumë gjëra, me qenë se shumë në lidhje me punë, në lidhje me karrierë, në lidhje me familjet përgjithësi, por unë do thosha që sido që të vinë gjërat, në një çift, po nuk lëvizi, uji do të kaloj tregur që të pijet. Uji që rri në një vend është pak vështirë. Rasti konkret, grindin për të mirë të familjes, nuk grindin për se i përket gjërave të tjera. Unë them që po, ka vend për rregullime në të dyja palët, është një mundësi shumë e mirë tani sepse sado që grinden, është më mirë që e gjenë me njëri tjetrin, pa ndërhyrje të tretë në mes. Edhe pse kanë pasur, por ka qenë për familjen, jo për një diçka për të shqetësuar. Pra nuk ndikohen nga jashtë, pavarësisht problemeve që Shiko, unë them t'i vend vizë nga jashtë, sepse gjithmonë, po të vini re, edhe, se në Ballkanasit jemi çik gjak nxehtë, në fakt, përgjithësi, edhe në gen e kanë Ballkanasit. Por gjithsesi, unë nuk do të thosha që mund të ketë një problem shqetësues, sepse është çështje kohe për rregullimin dhe stabilizimin e tyre. Vetë rregullojnë, vetë e ndikojnë, por gjithsesi në fund janë ata që rregullojnë dhe stabilizojnë. Kjo është përgjigja e përgjithshme për zonjën. Faleminderit zonjës, faleminderit zoti Pulla për përgjigjen. Presim dikë tjetër në studio. Mirëmëngjes. Përshëndetje. Ose thuaj 2 shkurt. 2 shkurt? Alo, përshëndetje. Përshëndetje zotri. Kam çunin në Angli. Ke çunin në Angli, e pash me jetë, po. Edhe ditëlindja 2 shkurt 1993. 2 shkurt 1993. Ora 4 mbas dite. Ora 4 mbas dite. 16, po. Ka 4 vjet edhe me avokat, me kështu dhe akoma letrat nuk i ecën shumë. Nuk i ka ecur me letrat, as letrat si kanë dhënë asgjë thot. Si do jetë, si do më në aspektin personal, jetësor, karierës, punët. Atë 2/93. Ora 4 e ka nisur. Po. E ka përfunduar me Terezi mbas dite. E ka nisur me ngetë, do më thënë. Me qetësi, po. Me qetësi, po. 93, atëherë.
kemi 12:25, atëherë. Ora 16, Ora që do 16. të thotë, në fakt, kjo datëlindje, edhe pse me vështërsi në lidhje me çështjet që kanë të bëjnë me dokumentacionet, me sa duket, në fakt, ka një gjë që mund t'i priste në janar shkurt, në më kanë qenë një kohë përsa i përket kësaj datëlindje, sepse njerëzit lindun ditë marte dhe shenjës ujorit, një shenjë ajri, dhe mund të ka jasa që dhe diçka e mirë të ndodhi me këtë datëlindje. Nuk është se nuk mund të rregullohen, se mund gjithë një mundësi përsa i përket çështjeve që ka të bëjnë për dokumentacione, por meqense në Angli, periudha që ka pasur disa debat, disa problematika të vogla që ka pasur atje, nëse do të marrim vjet në maj dhe në nëntor të 2024, ka pasur disa probleme të vogla, por kjo do të thotë që me kalimin e kohës, me një person të ligjit, ka lidhje shumë me ligjin, është mundësia që të gjenet një mundësi edhe një diçka për të rregulluar, sepse Pra mund të bëhet diçka. Po mund të bëhet diçka që mund të jetë, por kur është koha që mund të ndodhi gjë e tillë, unë do thosha është korriku, është mjaft pozitiv, 15 korrik deri në 29 korrik, është një hark kohor shumë pozitiv sepse ujorët e kanë një mundësi të tillë dhe mund të realizojnë gjërat e tyre. Dhe duke pasur parasysh lidhje me ascendenten në bazë të orës 16, që do të thotë shumë diçka e rëndësishme që është ka në Luan, dhe Luanët kanë kohën sepse Mërkuri shkon në Luan tani në data 14, dhe nga ajo kohë gjërat do jenë më ndryshe, rregullime më shumë, por ngaherë lejohemi të bëjnë dhe njerëzit gabime. Se po mos bëjnë asnjë gabim, nuk mund të pësojnë nga jeta. Por gjithsesi nuk ka një problem për të shqetësuar kaq shumë, por gjenet mundësia dhe koha e duhur për të rregulluar të gjëra. E qartë. Mirë, faleminderit për përgjigjen, presim një tjetër telefonat në studio. Mirëmëngjes, përshëndetje. Po, besë tem për datën 29 janar 1983. 29 janar, prit, 29 janar 1983. 83. 8, oto. Po, 8 ora 4 e mëngjesit. 4 e mëngjesit. Po, për një që në gazdim. Në rregull. Këta 4-ës pas ka dhe që ka lindur më herët se unë. Këta e nisin më herët se unë ditën si bje. Nga lodhja nga puna më tepër se sa nga koha. Okej. Edhe 29 i pari. Për çfarë ishe interesu? Apo Për jetën, për përgjithësi? gjithësi. Okej. 29 i pari, 83, kemi 83, ora 4 e mëngjesit, kjo do të thotë, ja ta shikoj mirë, që ndodh. Në jep ndryshim pune në fakt, kjo datëlindje, në fushën e karrierës dhe në mundësit që jepen, sepse ascendentja në bazë të orës 4, që është në shqiptar. Shqiptar do të thotë që as ka smarohet në fushën ekonomike, edhe pse prishin shumë këto datëlindje, se janë shenjë ujorit. Ujorit dhe diçit parë, dhe ndodh që nga ndonjëherë mundësit që janë të mëdha në fushën e karrierës, një gjë të dini dhe ta keni parasysh. Kjo datëlindje as ka as smarohet në ekonomi. Dhe sepse krijojnë mundësi, jo se bëjnë, domethënë, pranojnë, mendojnë, veprojnë. Kanë disa gjëra që janë të ndarë, edhe pse kanë mundësi shumë një, sepse këta marrin nga geni i jyshit, me brezi tret që bie, dhe ka një mundësi shumë të mirë. Edhe me marrin një çështje dokumentacioni, nuk e di arsyen për çfarë bëhet, ose në lidhje me një blerje që do të kenë, jo tani, po vazhdimësia nga tetori e tutje, por unë shikoj që vazhdimësia është e mbarë dhe jo problematike. Se nga ndonjëherë juve dhe e nisni pak me nxitim, sepse ujorët si shenja ajri që janë, nxitojnë për të arritur kohën. Në ascendente në shqiptar, bëhet nami nuk gelet fare, bosh do thosha, kanë gjërat mundësit që ata të arrin në finale aty ku të shërin ata. E qartë. Mirë, ne kemi konsumuar kohën tonë, edhe zotit Pulla e falenderojmë shumë për
sugjerimet edhe për parashikimet që bëri leximin e yjeve, le ta themi, për të qenë më i saktun. Shumë faleminderit, shumë kënaqësi edhe për mua. Iku koha pa kuptuar më për. Sinqerisht shumë kënaqësi edhe për mua. Kjo hapësirë ndryshe, në fakt, plus që pas keni edhe këtë ledin kaq të bukur edhe këtë planin kaq të bukur, kështu shumë Jemi dhe ne, të kompletuar. Po, jemi ne, po. Faleminderit shumë. Faleminderit ju nderuar teleshikues për vëmendjen tuaj.